Policia e Vlorës ka vënë në pranga një 23 vjeçar nga Kosova, i cili u kap në flagrancë duke tentuar të vidhte një furgon në këtë qytet. I arrestuari është shtetasi me iniciale GP, banues në Pej. Sipas njoftimit zyrtar, i riu u kap rreth orëve të para të mëngjesit të së mërkurës në lagjen 24 maj. Ndërhyrja e shërbimeve të policisë bëri të mundur kapjen e tij në momentin që po tentonte të vidhte mjetin, duke parandajluar kështu vjedhjen. Gjatë kontrollit fizik, efektivët i gjetën dhe i sekuestruan në cilësinë e provës materiale një mjet prerës, thik. Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se 23 vjeçari dyshohet të jetë autor edhe i një vjedhjeje tjetër të ndodhur pak ditë më parë. Në këtë rast, ai dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një lokal në lagjen 10 Korriku në qytetin e Vlorës. Policia bën me dije se po vijon punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje dhe për verifikimin e përfshirjes së këtij shtetasi edhe në raste të tjera të ngjashme. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë së Vlorës për veprat penale, vjedhja dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta.